Përshëndetje për juve në studio Arbresha dhe Enis. Aktualisht jam qetë qenën dacak për dalim prej djenë nuk ka. Jemi në njërën prej qendrave të votimit, e cila është njëkohësisht edhe qendër e votimit me kusht. Kanë kaluar më shumë se 3 orë dhe në këtë pikë këto ku jemi ne, janë rreth 50 votues. Numrin këtë qendër është pak më i vogël në krahasje me qendrat e tjera ku ka pasur edhe votim të organizuar, ku në lidhjen Besniku që ka pas para prake, ka treguar që kanë qenë dikun rreth 700 persona që kanë votu bashkarisht në të njëjtën kohë. Në këtë pikë të ku jemi ka shumë pak fluks të njerëzve. Vlen të theksohet që edhe kandidati nga lista serbe ka votuar në shkollën teknike rreth gjysmore ndoshta më parë, ku është ankuar për proces të ngadalshëm. Një raportim tjetër që kemi marrë si informacion është se mungojnë informacionet në disa prej shkollave ku tavolinat ndihmëse të qytetarëve për m'ju ndihmu se ku e kanë qendrën e votimit ose pikën ose klasën që duhet me votu, po mungojnë edhe kjo për e shkakton ndoshta një tollovi pak më të madhe. Në këtë pikë ku jemi, rreth orës 10 ndoshta, pritet me votu edhe kandidati i lëvizjes vetëvendosje po në këtë qendër, edhe deri në këto momente kur ne po flasim, gjithë kandidatët që kanë votu e kanë cilësuar si votim të qetë, të sigurt, po pak me vonesa. Nuk ka pas ndonjë raportim për ndonjë telashe në këtë zonë ku ne jemi duke raportu, kështu që derisa po flasim, gjithçka është në rregull, qetë, edhe procesi i votimit po vazhdon i qetë. Në këtë pikë është gjithçka në rregull, edhe përpos numrit të vogël të qytetarëve që janë, sepse kjo është edhe qendër e votimit me kusht, po edhe qendër e votimit për gjithë ata që e kanë vendin këto me votu. Lidhja për juve. Hana, me qenë se tregove këtë problematike në atyre tavolina, mungesën e tyre, nëse mundesh me u fut mbranda, nëse lejot ose nëse ki mundësi dhe teknike, të futesh mbranda të na tregosh pak situatën se është mbranda dhe a ka vërtet votues, si është situata mbranda. Okej, Arbana, më ndihmon të lutem se me hy pak deri mbrana, nëse veç na funksionon interneti mirë, se shpeshherë po kemi edhe telashe me rrjetin. Ndoshta këtu ekziston edhe tavolina një pikë që është, po që kërkush nuk është për me ju ndihmu. Këto kushte kur po flasim në secilën klasë janë shkronjat me mbiemër. Për shembull është S, sikurime, Selime, po ka shumë votues që nuk e kanë gjetë vetëm për shembull në klasën ku është mbiemri me shkronjën S, dhe janë hutu për shkak se nuk ka qenë vendi votimit aty, nuk kanë pas kon me pyet, edhe kjo ka rezultu me huti tek qytetarë që kanë dashur me votu. Në këtë pikë është shumë qetë, nuk është që po shohim që ka ndoshta ndonjë tollovi të madhe, po në disa prej shkollave ku ka votues pak më të shumt, atëherë është kriju kjo problematik, e që ndodh ndoshta shumë shpesh me rastet tek personat pak më të shumë që nuk e kanë shumë orientimin e mirë, mungojnë informacionet nëse emri i tyre mungon në lista, nuk po dinë se te kush me u drejtu, edhe kënd me pyet që me gjetë fiks klasën ku ata e kanë vendin e votimit. Në krahasim ndoshta prej viteve të kalume, herave të kalume, ku qendrat e votimit e kanë pas një person të autorizuar, ku kanë mujt me pyet nëse janë ose nëse ju është ndru qendra e votimit, sepse dikush edhe nuk i sheh këto rrjetet ku duhet me hyrë dhe me shiku nëse janë pikërisht në atë shkollën ku kanë votu ndoshta edhe 4 vite më parë, por që qendrat e votimit nganjëherë edhe ndrohen, kështu që kjo po e krijon një huti goxha të madhe tek disa shkolla për disa qytetarë. Ndërkohë që nëse mundesh në lidhje tjera ta pyesësh ndonjë menaxher për këtë situatë, se vërtet interesante ishte, ndërkohë në anën tjetër të ekranit e kemi edhe mënyrën ose ardhen e Ramiz Ladrovcit, kryetari deri tanishëm i Drenasit, që do të vjen në qendrën e tij të votimit për të votuar, për ta shfrytzuar të drejtën. Si duket është me familje, me bashkëshorte dhe i shoqëruar edhe me disa fëmijë apo edhe familjarë të tjerë. Edhe po e shohim ai që po vjen bashkërisht me ta për ta shfrytzuar të drejtën e tij për të votuar në komunën e Drenasit. I buzëqeshur, si gjithmonë, Ramiz Ladrovci, bashkë edhe me anëtarë tjerë të familjes, edhe ata të njëjtit duken disponim, edhe të buzëqeshur gjithsesi. Edhe Enis po pres një koment është atë fundit, prej zotit Ladrovcit në momentin e votimit.
Lujta, shpresoj se nuk do të shprehje, ose do të adho, se është shumë viral. Nuk po besoj që do të thotë sot lujta, shohim se cili do t'jetë komenti pas orës 19, cili do t'jetë komenti kush po lunë më shumë në Drenac. Është e veçantë. Është e veçantë edhe rrugtimi i zotrit Ladrovci në Drenac, sepse ndër të paktët persona që bëjnë lëvizje edhe të subjekteve politike, në këtë rast zotrin Ladrovci kemi pasur kryetar në 3 mandate, 3 herë në 3 palë zgjedhje në komunën e Drenacit. Një mandat ka qenë jo i plot 4 vjeçar, por ka qenë vetëm 1 vjeçar në 2016, më sa kujtoj, e më pas tash ka ndruar edhe subjekt politike që është ndër të paktët prej njerëzve që i ndrojnë partitë politike që të futen në të njëjtën garë, këtë rast në garen e njëjtë për kryetar të komunës, që ai në këtë rast e ka ndryshuar partinë, ose pak ai nuk thotë që ka ndryshuar, por megjithatë është i regjistruar në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve me një iniciativë qytetare për Drenasin, për zgjedhjet 2025. Sigurisht do ta kemi edhe ndonjë koment të zotrit Ladrovci në momentin kur do të shfrytëzojë të drejtën e tij të votës. Me pa tjetër, është kolegion gazetare Amantina Hasani, e cila nga afër, bashkë edhe me operatorin e Klan Kosovës, po e përcjellin këtë proces të votimit të Ramiz Ladrovci, që është në garë për komunën e Drenasit edhe për një mandat tjetër në krye të kësaj.